إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أفلدرم الله سبحانه وتعالى إذن كبريوا لنا كبريوا كجسي ولله الحمد na ka bërë të jetojmë vërtet një jetë të mirë me të gjitha të mirat që Zoti Xhelal ja ka dhënë të gjitha krijesave në veç atij njeriu. Këtë një krijesë Zoti e don dhe për atë dërgoi shumë të dërguar para Muhamedit alayhi salam dhe erë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe vërtet libra të shenjta, libra hyjnore për të ndihmuar kësaj krijese për të qenë krijesë mirë. Dhe në fund dërgoi Muhamedit alayhi salam me të përmbyllë rrugën e pejgamberllëkut dhe mo nuk ka të dërguar pas tij, dhe ai që pretendon që ka pejgamber pas tij ka gabuar, dhe ai që thotë se është pejgamber pas pejgamberit alayhi salam është rënë, sepse Allah xhallahu ala ka thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dhe nuk kemi dërguar ty o Muhammed asgjë vetëm si mëshirë përballë njerëzimit, përballë botrat të dëruar rëzë. Allahu Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu në ajetin Kur'anor të cilin e lezumë për më herë thët: Ja ejuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O i të cilit keni besuar, frikojini Zotit, keni dro Allahut me një sinqeritet, me një frikë të sinqert, dhe mos lejoni me vdek ndryshe vetëm se si musliman. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما تجد باللطارنا الله يا مسوق الشاني لطاري الله تشفيا زوت جنواله përçarja është katërim, bashkimi është rahmet. Yadullahi ma'al jamaa, dora e Zotit është me xhamatin. Kur xhamati janë të unifikum, kur xhamati janë unik, kur xhamati janë në vend, edhe Zoti është me ta. Në një xhamat popull që ka firka, në një xhamat që ka shpifje, në një xhamat që ka përçarje, në një xhamat që ka shtisje, fitne, largohu të mëshirë Allahun vetë. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Por kujtoni në atë kohë kur jeni kanë top e gri. Por kujtoni në atë kohë kur keni qenë armiqësi mes veti. Në atë kohë kur njerëzia ka qenë të grindur mes veti kohëra të ndryshme. Dhe Allahu e bëri me ardhën e Muhamedit alayhi salam an yu'allifa al-qulub, mi bashku zemrat. Mi bashku zemrat. Dhe u bashkova zemrat. Kur bashkohen zemrat, ku janë në nivel zemrat, ka knasi, ka bereqet, ka lezet jeta. Kur zemrat janë të ndara, trupat fizik nuk janë asgjë. Kur zemrat janë të prishura, trupi fizik nuk është kur gjo. Për atë ndodhin problemet ku zemrat e njerëzve nuk janë të mira. Dhe zemra e dytë e kalbur dëshirën dhe të tjerët mi kalbur. Për ata nderuar,
Allahu Gjellëshanu Gjellë e ka pru shëriatin. Jo e di që shë kuptoni shëriatin. Por ja u thëmë, shëriat është ligji i Allahut që mollën e kalbër mos me lanë në thes. Mollën e kalbër mos me lanë në thes, me përdor preventive, me larguat mollë. Sepse nëse qatë mollë e lojnë, në emër të drejtësis, në emër të barazis, në emër të mirësis, në emër të asaj, do t'i kalbë dhe të gjitha mollë tjera. Kjo shoqëri njerëzore në botë krejt po vunë nga kjo. Nga kjo rregull dhe Allahu xhallahu ala. Nga kjo rregull po vunë. Se të keqës herë duhet m'ja prej rrugën. Të keqën duhet më largue me qoftë edhe me dorë, qoftë edhe me fjalë. Allahu xhallahu wa jalla jalaluhu ne ka bërë mundësi që na me ndryshu vetën tonë. Që na me ndryshu zemrën tonë dhe gjithë herën e lutje për lutje që e bajmë i thënë dhe frasëm Allahën ja muqallibal qulub thabbit qulubana ala hadha ad-din. O ndryshues i zemrave, ndryshona i zemrat, forcojzona zemrat në këtë fejë. Feja është obligim, ma shumë se obligim. Feja është amanet, ma shumë se amanet. Se feja është aja që e ruën popullin. Feja është aja që e ruën familjen. Feja është aja që e ruën rinin. Feja është aja që e ruën gjinin femrore. Feja është aja që e ruën gjinin mashkullore burrat. Feja është aja që e ruën shtazët. Feja është aja që e ruën peshqit. Feja është që e ruën qiej. Feja është që e ruën gjithësirjen. Dhe nuk lejohet këtë gjithësi të shkatrojnë. Ata që s'kan feja shkatrojnë. Ata që kan fej kan frikë Allahut. Azza wa Jalla. Edhe në qoftë se një kohë të realizojmi, që Zoti e ka krijuar, e nuk na është dashur, po veç e kemi hije politik shefit, kemi dhënë llogari për Allah. Për ata është një ministri që quhet Ministria e Planifikimit hapsinor. Hapsina është me rëndësi. Dhe dikuj teket hajpe ta hipim këtë kodër. Këtë kodër e ka kriju dikush. Ajo është Allahu Azza wa Jalla. Kemi dhënë përgjegjësi me ndryshimin e kësaj gjësie që ndryshon. Por ata ndëruar vëllezër, kur vjen koha për me bën një rrugë, dhe rrugë e kemi rastin e autoudhës. Ajo kalon për ara të ndryshme, në për shtëpi të ndryshme. Ju e dini sa ligje të dashmi mon shteti jonë, një shtet i cili është posa i krijuar me plot të lashe, me robëri shekullore, që ne nuk kemi pas asfalt, e ta shkrejt tokë në dojna me pas asfalt. Për grun, e për bujësi, e për blektori, si e për të menu. Ndërruar vëllezër, këtë gjithësi duhet të ruhet. Këtë planet duhet të ruhet. E jo çdo vend ku na ti tekën dhe të shtëpi. Ma shumë ka shtëpi se njerëz. Sepse në një shtëpi të madhe, po 100 metra katror, më shumë se 1000 nuk jetojnë. S'mund me jetu mo. Kurse unë vetë këmë ri antar familjes, 75 antar në një familje. 3 sofra në këtyr buk në otë. 7 vetë kanë shërbyje në atë otë këtë antar familjes. Pse ka pas harmoni familjare, zemrat i kanë të lidhura. E sot nuk janë zemrat të lidhura burë e gru. Burë e të të grun, gru e të të burë. Huma tu ti më shkuve. Tradhtin të nëndë. Fmit e mashtrojnë babët, babë e mashtrojnë fmit. E kjo është zemra islame? A kjo është islam? A kjo është njerëzi jo vëllah? Por të risa ne nuk ndalëm e të shiqëm e të vetën tonë. Qka është me neve kështu? Dhirën e se, kjo është pasojë e luftës. Wallahi me këtë përgjësie thëmë, edhe pse nuk e kemi pas plan me folë për këtë qështje, por nuk kemi qare, pa po me dije natën e madhe, inshallah, sante.
që është nata 27 e Ramazanit. U apëj me dije se ai gjak që është ende i fresk, ata njerëz të cilët janë të humbur dhe janë mytur mbi zora si pa nga shkallë, ende nuk ja u din ku kanë borin ata. Ende nuk i din ku kanë ejtën. E disa mendojnë që ende gjallë janë harru po 17 vjetë. Mas 17 vjetë janë harru ata. Në një vend ku rrok lufta, flaka e luftës, e harrohet gjaku i dëshmorëve, e harrohet gjaku i njerëzve të pafajshëm. Në atë vend që Zoti bela me e pozë që kështë e kena pozë. Bela nuk kem nësi, nuk kem rahati, nuk kem harmoni. Të i madhe i vogël punën, këta të gusë kem që më hamë dhe që me pi. Për bora njën ka punue, 4 kantorë familjes ka mojtë. Një rrorë u kom. Unë shpi, veç një rrorë, e ka mojtë këtë kantorë dhe familjes. Ta është punë gruja, e punë djali, e punë qika, e punë reja, e punë let, e pension, e 3 qëtirit, të në të mirat e Zotit, e 4-5 kjera para shpije, edhe shpijë zizë koqe, edhe funi mujtë, zërë. Pse? Ka hu bereqeti. Ka hu bereqeti. Bereqeti duhet më mledhë në qofse dhe një kokër më rrugë e gjonë, kokër grunit. Mëse ne me shket, mere qitë ndorë dhe qitë janë i zogu të hanë, nashtarë bereqetin të. Ato kokra grunit, që nja pak ma poshë më dojnë 20 metra, kontinerit janë të mushur me buk të sëfyrit. Me buk që ka të prunë në sëfyr. Dhe po thojnë këtë pastrimit, të lashen më të madhe hoqë të kena me qytetit. Bukës në pëdit që me i bukë. Për para kanë mojt një qenë, i kanë qitë bukën më në qenët dhe alhamdulillah për Zotit. Për ata në gjëllartë nuk kanë folë kesh për qenën kërë, për mocën në shpej që kanë mojt, për me hongën bukën. Për ta qenë e moca kanë atje me shku me blejë, në konzerva. Sta hanë bukën bajat, jo. A baba? Me qka ka hongën së fyrin? Baba jytë. Që asë një nga atorë të familisë nështë ta nuk ka gjërën. Me një qopë pitarë këtë stëft, me të lëmë, edhe që si tinza, mës ka prish rejnë, resë gjumin, së që kush me aba së fyrin. Ma respekt kafsha se insani e më rejta që të ku. Ma shumë respekt dhe ligje drejta kanë shtazën se njerëzit. Kjo nuk është normale. Kjo nuk është normale. E lusëm Allah në zëvajgjen, që Allah të ne përmisën zemrat. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah thot ja u bashkova zemrat, ja u lidha zemrat, dhe u bot vllazni. Vllazni u bot me nimetit e Zotit Gjellewala. Wallahi, qofse je vlla, që duhet më kon vlla, di çfarë të parë është ka vlla. E kush është vlla? Ata që ta ka fal baba nona? Po më në pos vllon, po nuk je kërkon rrugë me ta. Vlla, po nuk e rrugë me ta. Vlla është ai që mendon si ti, vepron si ti, ushqehet si ti, falet në ekipën me ty, e ka një Kur'an si ti, jo një diçka tjetër është ndrysh pas teje, po jeni njëjtë, keni tipare të bashkuar që ju bashkojnë shumë sene. Sa ma shumë gjëra që të bashkojnë, ajo është vlla më i fortë. Të bashkojnë feja, të bashkojnë kombi, të bashkojnë lagja, të bashkojnë objekti, bashkën gjaku, bashkën adënëja, bashkën kërë është vëllau. E kundër të kësaj, është shka. Shka është aji që i përqon, largohet. Te i galohet, largohet, përqë ata i kena gjujt shkije, se ata bëjnë spira i përqamje. E kush i përqon zemrat dhe i prish zemrat, te Allahu është faqezi, dhe ditën e gjykimit do të jetë më të pejtë të dënuarve, dhe se cili prej do të shohëm faqesit që kanë ndihmuar në përçarjen e zemrave. Wallahi na bashkof zemrat tona ya Rabbil Alamin. Elusim Allahun që Allah na bashkon dhe të jep prej atyre të kënaqurve me këtë muaj të bekuar, dhe Allahu na fal mëkatet tona. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum.